Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj u paraqit sot në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku reagoi me tone ironie ndaj akuzave për grup të strukturuar kriminal në lidhje me kontratën e sterilizimit. Gjatë fjalës së tij para trupit gjykues, Beqaj kundërshtoi qasjen e prokurorisë duke pretenduar se hetimi nuk është mbështetur në verifikime konkrete në terren për mënyrën se si është zbatuar kontrata. Ai theksoi se marrëveshja për sterilizimin përfundon më 8 mars dhe ftoi prokurorët që të shkojnë ta shohin nga afër realitetin e saj para se ajo të mbyllet. Prokurorët nuk e bën kurrë këtë, u shpreh Beqaj, duke shtuar se sipas organit të akuzës, ai dhe 2 persona të tjerë janë konsideruar grup kriminal me qëllim përfitimit paligjshëm. Sipas tij, mungesa e një inspektimi të drejtë për drejtë vënë në pikpyetje bazën e akuzave. Çështja e sterilizimit është një nga dosjet më të debatueshme të hetuara nga SPAK pasi lidhet me një kontratë koncesionare me vlerë të lartë financiare në sektorin e shëndetësisë publike. Prokuroria dyshon për shkelje të rënda ligjore dhe dëm ekonomik për shtetin, ndërsa mbrojtja këmbgul se procedurat janë ndjekur në përputhje me ligjin. Seanca u shtyp për një tjetër datë për shkak të mungesës së 2 avokatëve mbrojtës të ish-ministrit Beqaj, duke zgjatur më tej një proces që pritet të ketë ndikim të fortë politik dhe institucional. Gjykata e Tiranës ka vendosur pezullimin nga detyra të Gzim Salës, drejtori i financave në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, pas kërkesës së prokurorisë për hetim mbi shpërdorim detyre. Hetimi lidhet me mënyrën se si Muçi Shaljani, i shoqëruar në atentatin mafioz në Rinas ku u vra edhe Gilmando Dani, u punësua në AMP. Hetimi lidhet me mënyrën se si Muçi Shaljani, që shoqëronte Gilmando Danin, shënjestrën e atentatit mafioz në Rinas, u punësua në AMP. Prokuroria zbuloi se Shaljani u punësua si ndihmës specialist në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale për vetëm 4 ditë, me dokumente të falsifikuara dhe në shkelje të ligjit dhe rregullore së AMP-s. Ndërkohë autorët e atentatit nuk janë identifikuar ende, duke lënë ngjarjen të pasbardhur. Megjithatë, dyshimet janë se pas kësaj ngjarje të rëndë fshihet një grup i strukturuar kriminal, ndaj dhe për këtë arsye, Prokuroria e Tiranës ka shpallur moskompetencë dhe ja ka deleguar çështjen SPAK-ut. Seanca e radhës për dosjen Metamorfoza u zhvillua me tensione dhe debate me palëve, pasi SPAK kërkoi thirrjen e 40 dëshmitarëve lidhur me vrasjen e Gjimboricit në gusht 2020 dhe atentatin ndaj Kleanthi Musabelliut, të lidhura me veprimtarinë e një grupi kriminal të strukturuar. Debati u përqendrua te të dhënat e aplikacionit Sky ECC, ku i shkreu i SPAK-ut Arben Kraja. Argumentoi se ora e serverëve nuk përputhet me kohën lokale, duke kundërshtuar pretendimet për manipulim të bisedave. Avokati Gurali Ibrahim Llari, mbrojtës i biznesmenit Pullum Gjoka, akuzoi prokurorinë për ndërhyrje në proces verbal dhe deformim të provave. Gjykata e posaçme shtyu seancën për të njohur më mirë me materialet e paraqitura. Në proces gjykohen gjithashtu Behar Bajrović dhe Edmond Prekan, ndërsa seanca e ardhshme do të vijojë shqyrtimin e kërkesave dhe provave të palëve. 3 shqiptar janë ekstraduar në Shqipëri nga Danimarka, Franca dhe Italia pas akuzave për vepra të ndryshme penale si pjesë e operacionit ndërkombëtar The Wanted. Nga Danimarka u ekstradua Daniele Matoshi, 28 vjeç nga Elbasani, dënuar më parë në Norvegji për trafik droga, falsifikim dokumentesh dhe vjedhje energjie dhe me mas siguri arrest me burg në Shqipëri për pasuri të pajustifikuara. Nga Franca u ekstradua Kristofer Rudović, 25 vjeç, lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i dënuar për armbajtje pa leje pas gjetjes së 2 thikave në bagazhin e tij në Rinas. Nga Italia u ekstradua Gazmir Mielli, 39 vjeç nga Berati, akuzuar për mashtrim pasi i mori para një shtetasi, duke premtuar shkelje ligji për udhëtim në Itali. Policia njofton se bashkëpunimi ndërkombëtar vazhdon për kapjen e të tjerëve të shpallur në kërkim. Në Lumin Vjoz vjojnë kërkimet për trupin e Yllit Dinës, 65 vjeçari nga fshati me Zhgorani te Pelenës, i cili u zhduk më datë 3 shkurt. Dyshohet se ai mund të jetë mbytur aksidentalisht gjatë punës si bari në zonë. Operacioni i kërkimit përfshin polumbarët e Reneas, efektivët e policisë dhe strukturat e emergjencës, ndërsa në fundjavë u bashkuan edhe 2 grupe kërkim shpëtimi nga Tirana. Pjesë e tyre janë specialistë të kërkim shpëtimit alpin dhe speleologjik, të pajisur me mjete të specializuara për terrenet vështira. Autoritetet vijojnë përpjekjet intensive për të gjetur trupin dhe sqaruar rrethanat e zhdukjes. Një 22 vjeçar shqiptar, Edis Shahini, përfundoi në burg pas zbulimit të një ambienti të kultivimit kanabisit në një banesë në Nottingham më 29 nëntor të vitit të kaluar. Gjatë kontrollit, policia gjeti 263 bim kanabisi të kultivuara në 3 kate me vlerë në treg deri në 200.000 pound. Shahini tentoi të shpëtonte duke kapërcyer gardhe dhe çatit, por u ndalua në kopshtin e pasmët të një banese pranë. Ai pranoi prodhimin e drogës dhe hyrjen e paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar, duke shkelur një urdhër dëbimi të vitit 2024. Nottingham Crown Court e dënoi me 22 muaj burg dhe pas përfundimit të dënimit do të rekomandohet për dëbim nga Mbretëria e Bashkuar.
Një incident i rënd ka ndodhur në burgun e sigurisë së lartë në Domokos të Greqisë, ku një i burgosur mbeti i vdekur pas të shtënave me armëzjarri brenda institucionit. Ngjarja nisi kur një i dënuar me burgim të përjetshëm u drejtua drejt zyrës së drejtorit me qëllim ta kërcënonte. Në zyrë ndodheshin drejtori me 2 të burgosur, përfshirë një shtetas bullgar të dënuar për vrasjen e biznesmenit Yanis Makris dhe shqiptari Alket Rizaj. Përplasja verbale degeneroi në konflikt fizik, gjatë të cilit u përdor armëzjarri dhe autori i kërcënimit u qellua për vdekje. Armën e mbante shtetasi bullgar, i cili kishte ndërhyrë për të mbrojtur shefin e rojës. Autoritetet greke po hetojnë se si arma arriti të futet brenda burgut dhe po analizojnë pamjet e kamerave për të sqaruar ngjarjen. 29-vjeçari shqiptar Dorian Puka, i cilësuar nga mediat britanike si kriminali që nuk mund të deportohet, festoi 10 vjetorin e qëndrimit të tij në Mbretërinë e Bashkuar, pavarësisht urdhrave të mëparshëm për deportim. Ai organizoi një festë luksoze në zonën VIP të klubit Cirque Soir në Londër, ku shfaqej me shampanjë dhe personazhe të njohur. Historia e tij kriminale në Britaninë e Madhe nis në 2015 me vjedhje dhe burgim, ndjekur nga deportimi në 2020, por Puka arriti të rikthehej dhe kërkoi azil në dhjetor 2020, që nga viti 2023 ndodhet në mbikëqyrjet e emigracionit me pajisje elektronike derisa gjykata vendos për azilin e tij. Ministria e Brendshme britanike deklaron se nuk mund ta deportojë derisa të përfundojë shqyrtimi, duke nxitur debat mbi sistemin e azilit dhe procedurat për kriminalët e huaj në Mbretërinë e Bashkuar. Hetimi i gazetës Le Monde zbulon se Senegali është bërë një hall kyçe në autostradën 10, rrugën e re të kokainës nga Amerika Latine në Europë, e përdorur nga rrjetet kriminale ballkanike. Porti i Dakarit ofron lidhje të favorshme me Spanjën, Francën dhe Belgjikën, dhe trafiku kryhet shpesh në kontener me mallra të zakonshëm. Hetimi dokumenton prani të koordinatorëve shqiptar që monitorojnë autoritetet lokale dhe aktivitetet policore, duke lehtësuar kontrabandën dhe korrupsionin. Një operacion i zbuluar në 2020 në portin e Antwerp lidhi rrugën me klanet kriminale malazeze dhe metodat e fshehjes së drogës. Ekspertët parashikojnë se rruga përmes Afrikës perëndimore do të bëhet kryesore për trafikantët e drogës në Europë, duke përfituar nga kontrollet e dobta portuale dhe rritja e prodhimit të kokainës në Amerikën Latine. Në gjykatën speciale në Hag ka vijuar faza e paraqitjes së deklaratave përmbyllëse në procesin ndaj drejtuesve të UÇK-s. Mbrojtja e Jakub Krasniqit, përfaqësuar nga avokati Adrian Ellis, u fokusua te pretendimet e prokurorisë për vendet e ndalimit të përmendura në akt akuz. Avokati argumentoi se prokuroria nuk ka sjell prova që lidhin Krasniqin me asnjë nga mbi 50 vendet e ndalimit, përfshirë Drenocin, Budakovën, Jeshkovën, Gjilanin, Suarekën e të tjera. Ai theksoi se nuk është shpjeguar as mënyra se si mund vërtetohet se Krasniqi ka qenë në këto vende apo ka dieni për ndonjë krim aty. Seancat përmbyllëse po vijojnë ndërsa palët prezantojnë argumentet e tyre përfundimtare para gjykatës speciale. Ndërkohë, avokatja tjetër e Krasniqit ka bërë deklarata të forta në seancën në Hag. Alagendra Venkatesvari është rikthyer për të përmbledhur fjalën në emër të mbrojtjes së ish-komandantit të UÇK-s. Ajo e përshkruan Krasniqin si njërin prej aktivistëve më të mëdhenj për lirinë e Kosovës. Ai është kundërshtar i regjimit serb dhe është krenar për këtë, jo për urrëtitje ndaj serbëve, por sepse kundërshtonte politikat e apartheidit kundër shqiptarëve të Kosovës të imponuara nga regjimi serb i Slobodan Miloševićit, tha ajo. Avokatja citon zyrtar të huaj ta kenë përshkruar Krasniqin si figurë konstruktive që tentonte të gjente zgjidhje paqësore dhe që nuk kërkonte përballje apo konfrontim. Ish-ministri e Arsimit e Malit të Zi, Vesna Bratic, është arrestuar në Podgoricë me urdhër të prokurorisë speciale në ndyshimet për shpërdorim detyre. Sipas mediave si Vjesti, hetimi lidhet me vendime administrative gjatë mandatit të saj, që dyshohet se kanë sjellë pasoja financiare për shtetin, veçanërisht në sektorin e arsimit. Bratic ishte pjesë e qeverisë së drejtuar nga Zdravko Krivokapish 2020-2022 pas rënies së dominimit të Milo Đukanović dhe DPS-s. Ajo njeh për qëndrime pro-serbe dhe reforma të debatueshme, përfshirë shkarkime masive drejtore shkollash. Arrestimi vjen në një moment delikat për stabilitetin politik në Podgoricë dhe në kontekstin e përpjekjeve të Malit të Zi për të avancuar në rrugën drejt BE-s. Rasti shihet si test për pavarësinë e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit në vend.